jo i zhgënjur, i revoltuar me veprimet institucionale, duke llogarit një vepër të rrezikshmërisë së kësaj, neve rastet e lajmërimeve të këtilla, besoni edhe personalisht na kanë terrorizu, jo na kanë friksu, na kanë terrorizu, dhe që të veproj në këtë mënyrë prokuroria apo çfarëdo qoftë institucioni me ngadalësime të këtilla, kjo jo vetëm mua, por edhe gjithë kolegët i ka habit. Është për të çudit angazhimi. Madje mund t'ju them se sot kam marrë informacion se pajisjet e sekuestruara nga sektori i veçantë i policisë për ekspertizë në Shkup, vetëm nga alarmi sotëm janë bë e madhe për t'i fillu procedurën e ekspertimit. Deri sot kanë qëndruar në Shkup dikun në fjokat e tyre atje, dhe kinse do të ndodhë diçka. Vetëm sot është marrë aktivitet për me hy dhe me i hulumtu ato, të cilat do të rezultonin ma herët edhe me një rezultat konkret.